Pazari Gjirokastrës, vendi më simbolik jo vetëm si destinacion tregtar, do t'i nështrohet restaurimit. Projekti, detajet e të cilit shihen përmes këtyre fotove, ka për qëllim ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e zonës si atraksion turistik. Restaurimi financohet nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit dhe Qeveria Shqiptare dhe pritet të jetë fundi një shqetësimi të ngritur ndër vite nga UNESCO si trashëgimia kulturore në Gjirokastër po rënohet. Në korrik të 2013, shteti shqiptar rrezikonte të merrte nga UNESCO damkën e turpit për mungesë të plotë vëmendje, përgjegjësie dhe zbatimit të ligjit të trashëgimisë. Morëm përsipër atë që premtuam, t'i kthejmë Gjirokastrës statusin e kurorës së krenarisë shqiptare. Por ne Gjirokastrën do ta bëjmë më të mirë se Korçën. Investimet në qytetin e Gjirokastrës kanë arritur në vlerën e afro 10 milionë eurove. Kur ne futemi me projekte në një qytet, nuk e lëshojmë atë qytet pa arritur standardin e një qyteti evropian. Dhe për këtë arsye kemi investuar deri më sot 10 milionë euro në Gjirokastër, duke filluar nga parku i Birojit, Shëtitoria, bulevardi, rreth 30 rrugica. Michael Granov, drejtori i Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, financuesi kryesor i këtij projekti, tha se ndërhyrje të tilla janë etike për banorët. Our goal is not just to resurface the stones of Gjirokastër, but to make... Qëllimi nuk është vetëm të sjellim në vëmendje guret e Gjirokastrës, por të japim jetë gurëve të këtij qyteti. Modeli ndërhyrjes është përdorur me sukses edhe në qytete të ndryshme të vendit, me qëllim zhvillimin e zonës dhe krijimin e mundësive të reja për ekonominë e banorëve. Është një nga pasuritë më të shmuara që të parët tanë fisnik dhe vizionar na kanë lënë, për ta ruajtur dhe për ta trashëguar brez pas brezi. Pazari i Gjirokastrës është projekti 4 i rilindjes urbane, pas rikonstruksionit të pazarit të Krujës, pazarit të Korçës dhe ndërhyrjes në pazarin e ri në Tiranë.